prej muaj qershor kam pas një lëndim, në fakt një problem shëndetësor, ku gati 6 muaj kam qenë jashtë sportit, jashtë ushtrimeve, duke trajtmani i sëmundjes ka shku me sukses. Në muajin nëntor kam filluar me stërvitje, tash është java 9 që kam filluar me përgatitje, ku jam në fazën, domethënë kam arritë goxha progres në punën tash se në një javë, edhe pres shumë shpejt prej muajit mars edhe më fillu me gara. Ku do të jetë gara parë do të ketë në Trikala të Greqisë. Atje ku edhe vitin e kaluar na theva edhe rekordin e Kosovës, edhe si vjet pretendoj me bu kohë të mirë. Tash domethënë se gati 4 javë kam filluar në fazën e intenzive të ushtrimeve, 2 deri në 3 herë në ditë ushtrime. Prej muajit tjetër me 10 shkurt udhtoj në një kamp stërvitor në Madrid, Spanjes, ku do të qëndroj 2 javë edhe shpresoj edhe besoj që kam arrit performancën shumë më shumë. Procesi ka qenë shumë pjesa ma shumë ka qenë pjesa psiqike, po asnjëherë që nuk kam ditë kur a muj mu kthy edhe njerë në sport që jam kon. Po për fat mirë ka shku shumë shpejt, duke ju falenderuar edhe njerëzve që më kanë nejt afër. Edhe tash jam në fazën, domethënë jam diku muj me thonë 80% në formës teme që jam kon para smundjes. Edhe tash shpresoj që mrena diku 2 muajve, 3 muajve do të jam edhe 100% formës teme fizike. Me të kazu drejt kampi ka qenë shumë i nevojshëm për mu, para arsye që prej mu kthy për një sportist për një lëndimit ka qenë shumë e rëndë. Kampi kam ndihmuar shumë në pjesën e shpejtësisë, edhe që në pjesën e parë të vitit, domethënë prej mars duke filloi garat me pas performanca pak më të mira, se ky kamp ka më qenë edhe ndihmës për mua për me përfaqësuar edhe Kosovën në arenën ndërkombëtare, që së shpejt edhe më konfirmon gara që kam marrë pjesë për ta. Gara parë jeme që kam marrë si vjet ka qenë në Split Kroacisë, po para arsyet të pjesëmarrjes në kampin në Madrid edhe jam duhet me refuzu garën. Po tash gara parë do të jetë në Trikala, sipas gjitha gjasave. Edhe një garë është në Maqedoni, garë rrugore, që do të marrët në 9 mars. Këto për momentin këto 2 garë janë të konfirmuara. Mandej prej muajit prill edhe garë tjetër që është e konfirmuar është edhe gara e Trellit Stogit. Atje shkoj për hir të dëshmorëve me vrapu. Gjithashtu garë tjetër konfirmuar është edhe maratoni e Beratit, edhe atje marr pjesë për vitin e 3 radhës. Këshilla jeme ka më konë që pa më parasysh sa vështirë ka më qenë rrugtimi për vrat suksesit, duhet të mi mbjell forcat, edhe jam më rikthy edhe më fort se i kom.